Në Selenic, në ambientet e shkollës Todi Koçeli është promovuar këtë të mërkurë të 29 tetorit në kuadrin e muajit të librit, një botim me mjaft vlera, Selenica emblema jon, me autor Ilia Bombaj. Aktiviteti u mbështet nga Bashkia e Selenicës dhe zyra vendore arsimit, të pranishëm në promovim autoritetet e larta, si dhe miq të librit dhe autorit. Selenica emblema jon është një mozaik i gjallë i së shkuarës dhe të tashmes, që ruan kujtesën dhe frymëzon për të ardhmen. Ky libër është një udhëtim përmes shekujve, nga lashtësia deri në ditët e sotme. Shkrimtarja dhe poetja e njohur Vlonjate Henrieta Sina e cilëson një libër me shumë vlera, me vizion të zhvillimit dhe përparimit dhe me frymtat dhe dashurisë dhe patriotizmit. Libër ndihet fryma e atë dashurisë, e patriotizmit, e dëshirës për të patur familje të brumosura, punëtore të ndershme të rregullta, por në epoka të ndryshme të zhvillimit të gjithë Selenicës si qytet dhe zhvillimit psikomotor dhe psikologjik dhe social, të vetë nivelit të intelektualve që mban ky qytet. Shkrimtarja, përkthyesja dhe gazetarja e njohur Laureta Petoshati tha se Ilia Bomba na ndihmon të kuptojmë njerëzit dhe ngjarjet më të rëndësishme të Selenicës, duke i sjellë ato me thellësi dhe imtësi me njerëz, vende dhe data konkrete. Ky libër është një udhëtim përmes shekujve nga lashtësia deri në ditët tona, që ndriçon historinë, kulturën dhe shpirtin e Selenicës, apo nimfa e numit të lashtësisë, vend i bekuar nga natyra dhe i pasur me tradita, art dhe qëndres. Autori Ilia Bombaj vepron në përputhje me mendimin e akademikut britanik Arnold Toynbee, sipas të cilit historia nuk është një listë thjesht ngjarjesh, ajo është rrëfimi i shpirtit të njerëzve. Ky frymëzim duket qartë te mënyra si Bombaj na ndihmon të kuptojmë njerëzit dhe ngjarjet më të rëndësishme të Selenicës, duke i sjellë ato me thellësi dhe imtësi me njerëz, vende dhe data konkrete. Për deputetin e zonës Vullnet Sinaj, ky libër është një enciklopedi e Selenicës. Autori, thot deputeti, e ka pasuruar veprën edhe me shumë detaje të rëndësishme. Një enciklopedi e Selenicës, ajo që ka shkruar Ilia me kujdesin më të madh, me hollësit më të mëdha, me detaje të cilat e bën një lexues që ta tërheqë ai shkrimi kur lexon dhe hollësit më të vogla të detajeve, duket që Ilia ka grumbulluar shumë informacion dhe nga gojdhënat e bashkë qytetarëve të vetë dhe i ka sjellë ato në libër ashtu origjinale siç janë. Pra, shikoj që nisma e shkrimit të këtij libri vjen para një viti e gjysmë dhe duke lexuar librin me hollësi brenda, kupton punën e madhe që ka bërë Ilia për realizimin e këtij libri që unë e konsideroj si një pasuri për qytetin e Selenicës. Kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj tha se Ilia Bombaj është i njohur në shumë drejtime. Ai ka dhënë jetë një vepre që është kronikë historike, homazh për njerëzit dhe simbol krenarie. Është një enciklopedi për Selenicën, ku pikërisht unë në shkollë ky libër jo vetëm për nxënësit, jo vetëm për të rinjt, por edhe për ata që e duan Selenicën është një informacion shumë i detajuar, historik, me ngjarje reale, dhe unë dua të falenderoj Ilia sepse ti ke bërë një nder me veprën që ke bërë qytetit të Selenicës, bashkisë së Selenicës, e cila në këtë libër u paraqitet gjithë atyre që kanë dëshirën nga historia e lashtë të sotmja dhe qofse ne nuk dimë rrënjët, nuk dimë nga kemi ardhur, nuk dimë si kemi ardhur, nuk kemi si të kemi sukses në të ardhmen. Vetë autori Ilia Bombaj thekson se Selenica është një thesar i pashtershëm, ndërsa veçoi 3 pasuri të saj, që janë miniera, piktori i madh David Selenica dhe kisha. Për hartimin e librit, unë jam referuar shumë poetëve. Janë referuar që nga shkrimet e vjetra të Baldacit, të Aristotelit, të Plinit, të Plutarkut, të cilët janë të pamohueshëm në shprehet dhe në thënjet e tyre. Janë fakte konkrete të cilat ne nuk mund t'i tjetërsojmë.
Jam mbështetur tek disa autorë të cilët kanë qenë pjesëmarrës aktiv, produktiv në të gjitha fushat. Jo vetëm të minjerës, por edhe të asaj të rolit tjetër që ne thamë të një qëndrese të fortë të këtij popullit në luftat nacionale shqiptare. Jam mbështetur tek ish punonësit e vjetër, tek drejtuesit, tek inxhinierët, tek ata njerëzit më të thjeshtë të cilët janë përpjekur t'i hedhë në libër ashtu siç ata e kanë shprehur, për mos të sjell asnjë pak kënaqësi tek njerëzit. Mendohet se mund të ketë gjithçka për Selenicën ky libër, mund të shtrohet pyetja me të drejtë. Jo, nuk është e vërtetë, sepse Selenica ka shumë është një thesar i pashtershëm. Unë do të mbështetem në 3 nga elementet më kryesorë që ka Selenica. E para minjera, po them minjerë ka thënë Selenica. Dhe po përmendet Selenicën, nuk mund të harrosh kur minjerën. E dyta, Selenica ka një nga portretet më të mëdhenj, ikonografët më të mëdhenj të periudhës bizantine, David Selenica, i cili vjen pas Onufrit të madh që ka Shqipëria. Dhe e treta, do t'i referohem asaj shtëpisë madhe ku ne gjithë shkojmë falemi kishës, e cila me atë material të cilët unë e solla dhe papu, atë Spirobulika e përmendi mirë, nuk e solla për të kundërshtuar asnjë fakt, asnjë shkrimtar që do të sjellë nesër libra të tjerë për Selenicën, se kushdo është i lirë të shkruajë dhe ta sjellë në variantin e tij, ndoshta edhe shumë herë më të mirë se sa kjo. Por faktet janë fakte. Ajo plak që u gjend në atë pjesën ballore të asaj kishe ishte një shkrim i vjetër i cili vin nga shkrimi i vjetër kujniform, e cila u zbërthye dhe datonte viti 1473. Selenica, emblema jon, ka vlera historike, kulturore, patriotike dhe morale, ekonomike dhe teknike, shpirtërore dhe identitare, studimore dhe dokumentare. Në 4 tetor, Ilia Bombaj promovoi në Vlorë një tjetër vepër të rëndësishme, siç ishte Portrete që na frymëzojnë, dhe tashmë kthehet në Selenicën e tij të dashur, ku promovon botimin më të fundit Selenica, emblema jon.